Parashevi Simaku, një nga ikonat më të mëdha të muzikës shqiptare, po përgatitet për një rikthim të bujshëm me këngën e saj më të re, të titulluar Dashuria. Ky projekt muzikor, i cili pritet të lançohet së shpejti, ka habitur publikun dhe ka ndezur diskutime të shumta në rrjetet sociale. Në një pjesë të shkurtër të publikuar nga kënga, vëret një stil krejt ndryshe nga ai me të cilin jemi mësuar ta shohim Parashevin. Ndërkohë që ka pasur komente pozitive nga ndjekësit e saj, shumë të tjerë kanë shprehur habi dhe kritika, duke mos pritur një ndryshim kaq drastik në artistja. Ajo që ka shkaktuar më shumë debat është fakti se pjesa e publikuar duket se i përket një zhanri më të guximshëm, madje disa e kanë cilësuar si erotik. Ky ndryshim nuk është pritur mirë nga një pjesë e madhe e publikut, i cili e ka njohur dhe vlerësuar Parashevi Simakun për këngët me mesazhe të pastra për dashurinë dhe familjen. Gjithsesi, deri më tani kemi dëgjuar vetëm disa sekonda nga kënga, ndaj nuk mund të nxjerrim përfundime të nxituara. Rikthimi i Parashevis është një ngjarje e rëndësishme për muzikën shqiptare dhe mbetet për t'u parë nëse dashuria do të jetë një hit i denjë për emrin e saj apo një eksperiment i dështuar. Nëse Parashevi Simaku gabon me këtë rikthim dhe zhgënjen publikun e saj besnik, mund të përballet me një rënje të madhe në popularitet. Megjithatë, gjithçka do të varet nga mënyra se si do të pritet kënga në tërësi. Deri atëherë, fansat shpresojnë që rikthimi i saj të jetë ashtu siç e meritojnë emri dhe karriera e saj legjendare. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!